Paslit Sangullari, apo njohur ndryshe në Vlorë si Barba, mjeshtër i punimeve në porcelan, sot e gjen së bashku me bashkëshorten e tij në bulevardin kryesor të qytetit, jo duke u marrë me profesionin e tij, por duke shitur qenush të vegjël, të cilët i rrit me përkushtim. Aty ku shpreson të siguroj sadopak të ardhura për të jetuar, pasi edhe si shprehet vetë nuk ka një pension apo ndihmë ekonomike. Mes vështirësive të përditshme, Barba tregon me emocion edhe për profesionin e tij të dikurshëm, kur merrej me porcelanin, një profesion që sot në Vlorë është thuajse zhdukur. E kënaqësitë e jetës edhe pse i sëmur dhe pa një përkrahje nga shteti apo pushteti vendor, e gjen te kafshët. Qenushët i rrit me përkushtim, ndërsa si edhe shprehet vetë, detyrohet që për shkak të gjendjes ekonomike t'i shes, por brenda vetes ndjen zbrazëti dhe keqardhje. Kjo i largon nga vetja, edhe sytë që lotojnë, edhe në momentin kur flet në intervistë, duke treguar qartë dhimbje në një person i mjeshtër të porcelanit, por të lënë hares nga pushteti. Unë jam 68 vjeç, profesioni im është teknolog, kimi, kam marrë shkollën teknologji industriale, banori vjetët në Teracat. Jam marrë me porcelanin kam 30 vite që ushtrosh zanat dhe përsëri e them me mburje që jam nga të vetmit që punoj porcelanin, sepse keramikë ja dhe dy tjerë, Ali Zoti dhe Ali Gega, unë kam porcelan, e cila dek në shkrirje, sepse unë nuk kam as lloj bime, pa pension, pa asistencë sociale, kam kaq vite, nuk marr asistencë, pa pension, pa kemp. Me kancer nuk kam mundësi të marrë dhe as ilaçet e kancerit, lem më të tjera. E detyron dal në rrugë, të shes në porcelan, në vazë, si që më kam parë ditë ilaçe, se unë tu të rektoj, erë më lënë, esë më lënë, në turp e pa turp. Besoj se është në shduke përfundimisht, në qoftë se ka në një në Tiranë që në qoftë se në Vlorë jo nuk ka ekzistuar dhe nuk ka për të ekzistuar më. Nuk ka ekzistuar dhe nuk ka për të ekzistuar më, se nuk ka. Bil pyet në Vlorë, ja ti vetë, si vlonjat ke. Pa në një të thotë që unë punoj porcelanin, ta marrë baltën dhe bëj porcelan, jo. Keramik po, porcelanin askush. Për të jam krenare dhe më vjen shumë keq që Bashkia e Vlorës me sep kam kërkuar të mësija 2-3 nxënës të pak, t'i mësoj, të atë trashëgoj këtë artë kaj të bukur. Arti bukur, mira veçar, që në Vlorë është pothuajse i vdekur mbas sikjes time. Kam takulishët që unë i nxjerr vetë, i nxjerr me dashuri, i kam për zëmër edhe pothuajse mundohem të ndihmoj sadopak ekonomin time, që të pak më paguaj qirana e shtëpisë. Sashka, bashkëshortja e tij, kujdeset për kafshët e vogla, ndërsa tregon se me 20.000 lekë të rinj në muaj, mes pagesave të shumta, jetojnë me shumë vështirësi. E hallet e përditshme i harojnë me kafshët e vogla, i shesin për gjendjen ekonomike, por Sashka tregon se sa dhimbje ndjen kur i largon nga vetja, por edhe gëzuar që u jep mundësinë e një jete më të mirë. Janë dy gjëra, është dhe kënaqësia, po është dhe keqardhja, që bashkënjiten të dyja bashkë. Unë i përkushtohem jashtë masës me një dashuri të pashoqe, por kur më ikin që i largohen nga gjiri im, unë ndjej një keqardhje shumë të madhe. Dhe lindi kjo nga halli djali dashur, jo nga qefi, se nuk më vjen mirë të arris për një përkushtim, një lodhje, një plus që është i smur bashkëshorti, unë i përkushtohem atij 100%, për i hallit, se s'kemi mundësi të përballojmë, unë marr një pension 200.000 lekë. Ashtu jemi me qira, ke dikush, ai na merr 150.000 lekë, me 50.000 lekë na takon të ham bukë. Dhe kjo është një gjë e detyrueshme, jo dëshirë. Të jetosh mes vështirësive, por edhe duke treguar se jeta t'jep mundësinë për të falur dashuri. Është kjo historia e Barbës dhe Sashkës, të lënë hares nga pushteti, por duke jetuar me bujarin që i karakterizon.